Një fetva është për hap që po thonë se nuk lejohet mi ble kishat në perëndim, do thonë si lloj këshille për japi muslimanëve të Evropës, sepse ata po i blejnë kishat vetëm zbrasta, a lejohet mi ble kishat muslimanët? A lejohet mi ble kishat muslimanët? Po. Shndrrimi i kishave në xhami ka ndodhur prej kohës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka ndodhur disa raste, për shembull, kisha që ka qenë në Damask, që tani është xhamia emevite në Damask, xhamia më e madhe në Damask, kur e kanë shliruar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë kish. Pastaj sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një kohë kur u shliru Damasku, gjysa e Damaskut është shliruar me shpat, gjysa tjetër është shliruar me marrëveshje. Edhe ka mbrit gjysa te gjysa e xhamisë. Prandaj gjysa që është shliruar me shpat e kanë shndruar në xhami sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjysa tjetër ka mbet si kish një kohë gjatë. Pastaj sahabët e kanë ble edhe pjesën tjetër, edhe kanë bërë të gjithën në xhami. E kanë shndruar në xhami. Kjo është prej kohës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e kanë shliruar Shamin. Kur e kanë shliruar Shamin pe atje është kjo punë. E bën të shndrohen kishat në xhami. E para kjo. E dyta, nëse blehet edhe blehet në mënyrë legale, s'ka gjë të keqe shndrrimi i kishës në xhami. Mirë po më e mirës është me pas mundësi me ble vetë tokën edhe me marru xhamin, mirë po është problematike kjo, nga se ata që e din vendet e perëndimit të ato se din që pronat atje janë shumë të shtrejta. Edhe ndërtimi i një prone të re shumë e vështirë, shumë e shtrejtë. Edhe dyta, marrja e lejes për ndërtim që ka qëllim mu bë xhami është problem tjetër. Problem tjetër që është në shumë raste shumë problematik. Ata për shkak se e kanë lënë fenë e tyre, plot kisha i shndrojnë në klube, i shndrojnë në diskoteka, i shndrojnë plot sene të ndryshme. E disa prej kishave janë gëzuar nëse kisha aty në shndrohet prapë në një vend ku ka adhurim, ku ka ibadet. Edhe bile do prej tyre i shesin ma lirë, veç për nëse e marrin musliman që e din që musliman kanë me praktikuar dhe kanë me lutë Allahut në to. Kjo është ma lehtë për shkak se ajo veç në esencë e ka destinimin, si objekt sakral, objekt ku bëhet ibadet. Edhe ndërrimi i destinimit prej në fenë tjetër është më e lehtë se sa ndërtohet fillimisht. Kështu që nëse kanë mundësi vllazit me ble kisha, mirë e bajnë që i blejnë. Mas mirë është me ndërtu, mirë po nuk ka gjë ndalesë nga feja Allahu subhanahu wa taala që mos t'i blejnë. Ose kush shkon në ato vende është sa të shumta janë kishat në ato vende, e sa të pak janë ata të cilët i vizitojnë ato. Nëse shkon në disa vende kisha zakonisht në Itali kishat janë çdo 50 metra. Që shumë ka kisha në qytete, në çdo qytet ka. Bile edhe nëpër katune, jo që vetëm kanë kisha, por kanë edhe katedrale. Jo veç kisha të tjera, por katedrale nëpër katune. Lemo nëpër qytete sa ka shumë. Ndodh kanë disa qytete të vogla, çto është në katedrale e madhe, 100 metra më larg një katedrale tjetër. Çfarë shumë që kanë kisha. Mirë po ata kanë lënë fenë e tyre. S'kan më fe. Shumica e tyre s'kan më fe. Muslimanët alhamdulillah janë praktikues të fesë Allahu subhanahu wa taala. Allah i forcoft edhe i ndihmoft. Muslimanët në perëndim janë të shumtë. Mirë po pjesa më e madhe e muslimanëve nuk janë praktikues të fesë Allahu subhanahu wa taala. Saqë shep plot vende për shkakun shkon në disa qytete i pyet sa janë muslimanë këtu, kallzojnë me mija, nuk ka shqiptar, me mija arab, me mija somalez, me mija afrikan musliman. Mirë po kush janë ata që vinë në xhami? Shumë pak në xhami. Shumë disa qytete ku kam qenë, për shembull, thonë sa shqiptarë janë këtu të kosovar, thotë 5000 janë të Kosovës veç. Sa vinë në xhami? Pak vinë në xhami. Për shta unë Allahu alem ata që e shoh është që arabët e kanë një thonje që thotë me kujdes për kapitalin është më e rëndësishme se sa mu mundu me fitu mall të ri. Ti për shembull i ki 100 euro. Edhe mundosh me fitu pare të reja hala, mirë po si runë që ato 100, të hupin edhe 100, të hupin edhe kapitalin që e ki. Tregtari i mëshëm e runë kapitalin që e ka bazën e mallit, e pastaj mundohet më mundu me shtu tjetër hala, me shtu pasuni tjetër. Musliman që ne i kemi në ato vende atë janë kapitali i muslimanëve. Do të mundu mas pari mu koncentru në muslimant që gjindën, pastaj edhe mu mundu për tjertë me përfitu mu uzu dikush tjetër në fenë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, esenca është mirujt musliman që janë atje, se janë të shumt, edhe shumica prej tyre nuk kanë lidhje me fenë Allahu subhanahu wa taala.